Minuta dëgjuese të këtij podcasti jemi me profesorin e sigurisë rrugore, zotërin Nol Dedaj. Nol, mirë se erdhe. Mirë se vizete. Para se të ftoja në këtë emision, shikova se sa mund të kemi një lidhshmëri të gjuhës si mjet i komunikimit edhe me trafikun rrugor. Jemi dëshmitar të një kaosi gjithë botror. Po jetojmë në një kaos ku jeta është shumë dinamike, pritjet janë të gjata, sa do të jenë vendet e zhvilluara, prap se prap stresi i krijuar gjatë kohës së pritjes në kolona krijon të vetën. Sa jemi ne shqiptarët tolerant në komunikacion dhe sa jemi të vetëdijsuar në këtë pikë? Të pas parasysh që komunikacioni rrugor në Kosovë bon qaq i vështërsum, sa që secili drejtuesi i automjetit për momente caktume bëhet edhe nervoz dhe del prej vetit. Por, me që thatë, pra po thamë, na si shqiptarë të Kosovës, të cilët e drejtojmë automjetin, unë muj më folë edhe për Shqipënisë, besoj që kultura është në nivelin e duhur, pastaj edhe të pas parasysh thash edhe njëherë kolonat e tjera jemi në nivelin e duhur. Kur flasim tash se pse jemi në nivelin e duhur, këtu e shohmi se në komunikacion rrugor dora shtetit është shumë pak, edhe besoj se tash janë vjedësuar drejtuesit të automjeteve që mundet më ndodh. Mundet më ndodh dhe këto gjëra. Në botën e komunikacionit në shtetet evropiane, atje nuk i lejohet që drejtuesi i automjetit proponojnë edhe në faktorën e ri, mënyrë që mos me pas të lashe, ose mos më ngrit edhe nivelin nervozës, se faktori njëri në qoftë se është në nivelin e nervozës, pagjumësia, pastaj rakia, alkooli edhe këto gjëra të tjera janë njëri prej elementet faktorit njëri që shkaktojnë aksidente. Edhe të na tash, kur e shohim se shteti nuk e ka si dorën fare të drejtuesit të automjeteve, atëherë ne më të mirë në botën, ju tham, për shkak se kretë bota në komunikacion dhe komunikan përmes simbolive së shenjave të komunikacionit. Të na është edhe një specifik tjetër se në komunikacion e marrim me shumë sportivitet. Unë e shoh gjatë drejtimit të automjetit ka përparësi kalimin nalet edhe të e përparësi në kalimit. Do të ose momentin kur kyçet prej një rrugë të kategorisë 2 në kategorinë e parë, apet nalet, ky është me përparësi, nalet edhe të nçan. Do thotë ajo na quajmë kulturë. Ata quajmë na kulturë. Edhe pikërisht është e pas parasysh se shteti nuk ka dorë, kur flas shteti atëherë ajo kur krijuan për shembull një kallabllak shumë i madh se kanë ndodhur tetën e kalume, të martën e kalume. Të martën që shkoi, unë e shkrova në Facebook, ju thash se dështoj menaxhimin komunikacion. Edhe kjo të kallëzën atëherë që organet kompetente për rregullimin e komunikacionit dështuan për 1 kilometër gjys mi bën 1 orë gjys ose për 2 kilometra 1 orë gjys, ata kërkon botski me pa. Pikë zështo. Edhe tash momentin kur ti je shef se komplet prej 4 deri në 8 nuk ka ndodhur asnjë aksident. Po. Asnjë aksident. Kjo lën më të kuptu që na jemi jashtëzakonisht mirë, durushëm. Më vjen shumë mirë për këtë. Durushëm, edhe nuk kem kurfar komplekse edhe pse vanohemi një orë. Unë kisha disa shoqe nga Amerika që kur erdhën këtu, panë që po presim deri të ndizet e gjelbërta. Dhe u çudit tani nuk kemi kohë atje me prit paktën deri ndizet, po më vjen shumë mirë për këtë kulturë. Prandaj pyeta, jemi tolerant apo jemi më shumë të vetëdijshëm? Ku jemi tolerant? Në gjithë natë se ki semaforin, ti pret semafor kur asnjë kerr nuk është. Edhe ti pret 80 minuta, 80 sekonda. Ti pret semafor, edhe ju, këm pas një kolege e ndërkombëtare kur ka ardhur dhe kem vizit, që është të kem dalë mbrëmjet, edhe kur u nala edhe pe këshira ajo, më fal tha, pse tu nal? Kush? Tha, po s'ka kerre. Thash, e kush është vjen keq, po do të më nal. Po tash, nëse na kthemi, pse ndodh ajo menaxhimi i komunikacionit është në nivel i tëlt. Po. Ajo është, ajo ndodh. Po sigurisht është faktori i ri. Menaxhimi i ult. Pse ata do të më përcjell numrin e qarkullimit të automjeteve. Nuk guxon më të zon ty kur gjon befasi. Mos harroni se nëse na smujmë si semafora dikon, atë mund të shpresuar në autorizuar.
mrena intervalit kohor kur ty shkakton Personat të e autorizuar nga njëherë krijojnë kjo kaos më shumë se rregullimi. në qoftë se nuk e din me rregullu komunikacionin. Edhe ajo është. Po Çka sigurisht. është gjuha e komunikimit në komunikacion? Shpesh edhe ngatrojnë nol komunikacionin me trafikun. Mund ta bësh një diferencë. Po, shumë. Ne po e dim që Trafiku është fjalë angleze Po. që praktikohet në gjitha fushat. Trafik. Edhe pikërisht është ajo që unë kur nuk kam qef me e përdor. Ju e shihni, policia e ka në përkere trafik, Po. edhe polis. Po, ajo që unë e flas me qenë se na kem gjuhën shqipe, Po. edhe na kem Me që e fjalën, kemi fjalën e përdorim shqip. fjalën, përdorim shqip. E kemi Komunikacion. komunikacionit që komunikohet përmes mjeteve rrugore, mjeteve ajrore, Sinjaleve. mjeteve vish komunikacioni rrugor, ajror, hekurëdhor, Po, pra. edhe ujor, përmes mjeteve tyne. Po. Për fat keq edhe fjala mjet o fjalë greke që do thotë lëvizje shqip. Edhe ajo që tash na ban për me specifiku. Flasim për komunikacion rrugor. Po. Do thotë për mjete që na komunikojmë përmes rrugëve. Edhe ato janë prej karrocave të fëmijëve, do thotë deri se në cilësit kam mësuar prej biciklave deri tu kam jo në 40 tonësha që na i komunikojmë. I thojmë se është mjetet e komunikimit. Mjetet në komunikacion rrugor. Sa përdoret gjuha verbale në komunikacion dhe ndërveprimi me drejtuesit e automjeteve? Sa e ka lehtësu teknologjia këtë? Drejtuesit e automjeteve ose komunikacioni rrugor ka gjuhën e përbashkë në krejt botë, që është gjuha e simboleve. Pra, përmes simboleve na komunikojmë me rrugën, me paralajmërimet e rrezikut që mundot më na afro. Pastaj urdhëresat e prera që na drejtuesit e automjetit i morrin. I kemi edhe për shenjat e lajmërimit. Do të thotë këto janë 3 grupe të cilat janë edhe na komunikojmë përmes pa qel gojën hiç. I japin simbolin e nënkupton simbolin se shka do më thonë edhe ti mëse na i vepron si drejtuesi i automjetit. E në qoftë se tash të kthehemi drejtuesit të automjetit, çu komunikojnë në veti, po sigurisht se i kanë ata komunikimet që i kemi për shkak me drejtat, në qoftë se paraqiten në rrezik, bysa dhe policia këtë paraqiten edhe komunikimi mes nesh, mes drejtuesve të automjetit, sigurisht se janë simbolikisht janë drejtat. Që i japim informacionin njëri tjetrit, edhe sigurisht se dikush se ty ta jep një informacion me drita, atëherë ti e kupton atëherë se çka do të thonë. Ka specifike në gjatë kohës para luftës. Po, dhe tash është serbe. Po, jo dhe tash e kish, mos të po inshallah e ki. Tash për policin tonë. Tash për policin tonë ai të lajmërojnë edhe ai si në qoftë se ka dalë në pozicionin statik për motje të shpejtësisë. Ai tregon. Ai po ja, ai kishte kallzon le ta ngrovenin se s'ka motë. Na lidhur me këtë gjë. Për shembull, tani në teknologjia avancuar moderne ka bërë vetën tash në Google Map, po shihet krejt qarkullimi. Po e ka dhe emisione të tilla ku ka paralajmërime se do të ketë një radar dikun. Për shembull, e mendoni ju që është mirë kur paralajmërohet radari, apo në anën tjetër nuk është e mirë kur paralajmërohet që diku në një pikalimi ka radar? Në qoftë se dëni me mush kasën e shtetit, arkën e shtetit me para, atëherë unë e shoh se është negative. Në qoftë se shohim në aspektin e sigurisë rrugore është pozitive. Është çështja e policisë trafikut për me identifiku vendet se ku bëhen ndeshjet më të shumti, edhe pikërisht atëherë me zonë pozicion le të jetë ai me kon statik, do thotë kontroll statike ose kontroll mobile. Në qoftë se është edhe mobilitetin kjo ta paraqet. Do të thonë zhvillimi i teknologjisë ka shku qaq nalt, sa që na kemi të mrapa me mosa preventive. Nëse ti don për mos preventive, sa ka shku tash policia. Në qoftë se na shohim se që 2-3 vjet ato praktiku droni për identifikimin e shoferave që te kalojnë në vit plot. Është e mrekullueshme, më kam thënë nisënar. Në qoftë se na shohim që ata janë pajis me 7 kerre inteligjente. Flas për sigurinë rrugore. Atëherë dhe është në mrekulli. Në qoftë se na shohim tash se policia e trafikut kanë edhe automjete tjera mobile. Në për autoudha, ose aty ku zhvillohet shpejtësia, sigurisht se është edhe ajo.
për më mujt, për me identifiku problemet, në cilat venet rrugës janë ato, Po. na duhet me pas statistikat, Po. duhet me pas aksidentet se ku ndodhin. Po. Edhe në qoftë se ne na ndodhin 2 ose më shumë aksidente me të modhës me fatalitet, ku si faktor, elementi faktorit njëri është shpejtësia, atëherë që aty duhet më konë ai statiku, që aty duhet më konë ai mobili, që aty duhet më konë edhe automjeti inteligjent, që aty duhet më konë edhe droni. Do të krejt të janë masa preventive për parandalimin e aksidenteve. Po për vozicin, Për a është më shofer, mirë me për ditë shofer, apo mos me ditë? shqa, ma mirë për me ditë. Për shkak se në qatë vend ku ka ndodhur aksidentit, është patrolla statike, edhe ky den edhe ky hec ka dale. Mu studentat më kanë programu. Edhe unë e kam programin. Nuk e përdore. Po veç si korreshtim e kam pas me shef me ditë se ku ndodhen atë qyshur. Do thotë kur unë e shoh trajektorët lëvizjes prej Lipjanit e deri në Prishtinë, ku shkojmë me liziru, janë dy patrolla polici statike. Për mua është e mirë. Pse edhe polici që ka dalë në patrollë statike, në vendin statik, për me matë shpejtësinë, a i lunë rolin e sigurisë. Po. Po edhe shoferi i lunë rolin e sigurisë. Po. Se na nuk do na me bo shpejtësinë si element faktorit të aksidentit. Ashtu. Edhe sigurisht se mos ne e lunë rolin pozitiv. Po, shqyqeni bota ka shku edhe ma largë. Së të prodhohen automjetet me GPS-a mrena. Po. Së të prodhohen automjetet me pajisje inteligjente mrena. Nuk ka nevoj me pas të hisë telefon. Vjen të i programun. Automjeti këtë vjen me pajisje, i ki obligativet, Po. edhe nonën e djathtë, i ki ato që ti dëshiron. Për shembull. Referencë. Po, në qoftë se kisja me morë kerën, nëse në ndikimin e alkoolit, ty s'dhezet kerën nëse ki pi edhe hinë mrena. Cigaren s'mund është me dhezën kerën në qoftë se ty nuk dhezet kerën në qoftë se e ke dhezë. Do me i grok. Po telefone e shka me po telefon. Edhe për telefon ka mundësia jo me bo. Do thot ti e zgedh vetë elemente tjera që janë si elemente pasive, ose edhe aktive tash, sikur telefoni edhe këto tjera. Edhe tash ti nuk e zgedh. Unë kur i kam bë pyetje profesorit tam i kam thonë, në rregull, peshomi tash që këto që janë elemente të shtesë. Ai merr kush? Jo, thos si merr kush. Nëse ti i merr i ban obligative në automjet. Ashtu. Për cigare, për alkool, s'ta blen kërkush atëherë. Nuk e blen kërkush. Pse shumica njerëzve që përdorin për shembull alkoolin, që e përdorin mbi 3 promila, 4 promila, s'mundesh me dhëz kerrën, absolutisht. Ta tërhek vrejtjen me zonë. Do thotë qaq shumë kam rrinë teknologjia si shoferi, mrena edhe pak vite. Edhe Po. pak vite ka më kon objekt. Po. Ai të kuptu objekt. Unë dëgjova që në Amerikë në disa vende, do me thënë taksia vjen pa shofer. Po, Dhe kryen porosi. po. Unë kur kam fol në 2003-2004, kur në Amerika bo testimi pa shofer, automjetën në një autoudhë me 10 shërita qarkullimit në një kohë, edhe kur a mod veç distanca sigurisë. Do thot me kompjuter mrena, pa timona, edhe ka drejtu automjetin me distancë sigurisë nuk e ka leju automjetin, ka zhvillu vetë shpejtësin, edhe kanë shku dikon 100 kilometra dhe pas një aksident. Kjo të kallëzu se sa kim zhvillu, sa zhvillu teknologjia e automjeteve përmes pajisjeve inteligjente se drejtu si automjetet si që i është merë. zhvillu edhe inteligenca artificiale Po, gjithë shka, sigurisht, pastaj. Inteligenca artificiale është një mrekulli. Një mrekulli, diçka Sikur që të shfrytëzohet vetëm për të mirë. Unë po tregoj drejt, unë e shfrytëzoj për të mirë në fushën time, nuk kam nevojë as me hallakat literaturë kroate që unë kam marrë për Universitetit Zagrebit, as anglisht, besomni veç e shkruaj tema që më intereson 2 fosje, 3 fosje më jep. Po, Pika po qoftë. ne jemi gjenerata që kemi prodhu. Ndërsa kjo gjenerata re është bërë shumë e varur nga ChatGPT. Edhe ata nuk po din ata nëse bëhet kështu kaq shumë varësi, Po. ai nuk do di që se na mund ta përdorim, po mund t'i Po. fusim edhe nga një fjali Shiqa. tonë, nga një mënyrë tonë si komunikojmë. Për fat keq tash edhe profesionin tanë s'mundesh me ushtru pa trajnime. Po. Se po dalin rësit e reja. Unë shpesh ajo tham se në qoftë se nolit i jepet një kerë 2025 migron do të me kry një trajnim. Seriozisht e kam. Po. Do të me kry pse. Unë e kam kerën, nuk e marr me pajisje inteligjente se
është më i mëshëm ai se unë. Është e Edhe mençur. tash, ku ti ta shohësh se fëmija kanë për shembull. E ku ta shohësh ti se ku të lëvizës mrapa s'ke nevojë mu kthy kështu, po e kin kamerë dhe tregon edhe distancën sa është. Sa është distanca? Po, tregon më së ne distancën përpara. Mas o të dosh më tra dikush edhe mrapa, faveja ka të afrohet në mbështetësi kokës. Domethënë kretjen këtu pa isë inteligjente se sot mund nuk më rrak. Edhe kur unë e kam pas kompjuterin për herë të parë, në 84 në Akademi Ushtarake, kur përpara nuk e kam pa, edhe kam thonë, kjo është tash edhe i del afati edhe këtina edhe kalën. Jo, atëherë i shkon fillimi. Atëherë në fakultetin e komunikacionit kem fillu me teknologji, por kur kam marrë profesor s'kam guxoft më fol. Se unë kam pa kompjuter. Në Kosovë s'kam guxoft më fol si profesor në shkollë mesme. E kam fol një fjalë, si kam thonë Mercedesi kam qenë më i mëshëm se sa njeriu pas vitit 2000. Edhe ka dalë. Një profesor tha mos rrej, tha se ton i në të ngu. Teknologjia ja pruna literaturën prej fakultetit, edhe më tha, leja tha se gjithë shkrajnë të shkru. Edhe është mjerim. Sot është mjerim, të na, shqyr zotit se o të zhvillu kjo teknologjia informative, nuk ka të nalën, shonca teorike s'ka më nalë, sigurisht. vese do të se cili fushën e vetë, mu për shtatë edhe me teknologji. Unë e kam PC Crashin, është një software, program, që sot nuk kam nevoj asnjë vish fotografin përfundimtare të automjetit edhe damet në automjetit. Komplet me jep dhonat mu më duhet më punu një ditë ose dy, djali jam punon për një ditë, edhe veshja dhonat e dome materiale, shpejtësit, komplet me jep. Edhe mi të zërë 7-8 fasje, mi të zërë logaritje. Dhe thot, kjo është ajo që unë kam thonë edhe plap e përsëris, na duhet mi u qas teknologjisë informative për më mujtë me bo sigurin rrugore. Po raporti me policin, ose ndryshe themi shqip personat e autorizuar në komunikacion. Sa ka rëndësi gjuha e zërit, mënyra se si e ndalë pas, domethënë, shoferin, mimikat, ose lëvizjet me dorë, nga njëherë, si përkthehen këto? Personat se kanë punë me publikun, qyfti jam se është profesor, pastaj policia, ata të cilët janë institucione publike shërbyse, ata nuk guxojnë më bë nervoz. Komunikimi policit me shoferin nuk guxon më bë nervoz polici. Pse 3 ditë në rrugë, edhe në qoftë se ai bëhet nervoz në shofer në dytën, tretën, s'ka shka të shpija më. Se e presin gruja, fëmija dhe s'ka që më. Në qoftë se është e para, në rënd parë, është mënyra komunikimit në mes drejtuesit automjetit dhe zyrtarit policor. Zyrtari policor duhet më drejtu me fjalën më të urtën edhe më të mirën, me nal, mi tregu pse atë nal, me e përshëndet, edhe në qoftë se ajo flet në fjalë të keqe, më lyp dokumentat. Po. Çfarë është e tina? Nuk është e tina me mësu. Nuk është e tina me shah. Nuk është e tina me fy. Absolutisht, se është publik. Si drejtuesi i automjetit, ti mundesh me ataku drejtuesin e automjetit se është në gjendje nevrike, në gjendje të mit, në gjendje, do thot, në gjendje që nuk i takon më elementet faktorit njëri stabile. Edhe ky duhet musel në kodër të asaj me një gjumë të mirë, sa që ti dush milon për shtypja dhe atina gjatë komunikimit. Po. Se për ndryshi, atë është në qoftë se debati ose komunikimi mes shoferit, drejtuesit të automjetit dhe policit degradan, atëherë në fatkesi. Atëherë polici duhet me kërku vetë vetën për shka degradej kjo. Për shka degradej. A duhet të ketë ndalë një gjuhë neutrale, profesionale këtu? Tjetë një gjuhë neutrale? Sigurisht. Unë e besoj se në vështrim, së në që si duhet musel. Po më, duhet me ditë, mos harroni se karakteri një rreth nuk mund të ndryshu. Ashtu. Na e kemi shoferët që i klasifikojmë, agresiv edhe unë i tham 2 melankolik. Melankolikit si shofer s'kur si bëhat vonë. Ky se është agresiv, ky bëhat nervoz. Po, Edhe ajo që na duhet, atëherë na shta nervoz e quajmë si shofer agresiv. Shofer agresiv është. Mundësia për marrëdhje e të aksidenti është shumë e madhe. Po. Edhe ty ky melankolikit që kur nuk i vanohet, edhe ky mund të më konë pengesë në komunikacion. Po, një drejtues i automjetit,
që unë ju tham duhet më konë inteligent edhe i shkath, Po. që gjithmonë duhet mi paramendu situata të cilat i vijnë edhe duhet me marrë veprimin. Në rast se ti nuk ki një hërit mjaftueshme për një drejtim të automjetit sigurt, Po. atë s'munësh me ma pronë, s'munët sistemi nervoz, s'munët ty më ta proponu dhonat, për më ta zgjedh formën më të mirën se çysh ki me hik. Edhe kjo është edhe detyrë instruktorave që duhet me mësu kandidatin. Pra pranimi i informacionit, edhe reagimi është një sekond, na qymë koha reagimit. Pastaj proponimi të dhonave, edhe dhe të reagimi edhe aty ki 200 e sekundit, që ti duhet. Në rast se ti e ki, që në kom bo testime edhe me kandidatë mi, kur kam qenë si instruktor, edhe gjatë stadës fillestare, dhe më thonë, në orët e para, kur e kim pas një grupë edhe nuk kam full. Si kam full, hish, aja ka shku ka ra në grupë trang, edhe ka hangër vetën adin, se që i shra, unë i thërë pse rave muj, ose marë kandidat, aja tha, nuk e pova, me sheh, po nuk e din që shmu reagu. Po. Aty është problemi. Kur ti mësosh edhe shkon ka orët e fundit, e sjet edhe ti të gropa, edhe ti e shef se mësë nej, a i nalet, shkon me gjithë fraksion, dhe më thonë, e ka variantin, formën, qysh me evitu një problem. Në qoftë se nuk e ki, atëherë sigurisht se është. Dhe më thonë, duhet më konë shumë ekspert i fort, për më mujt me identifiku edhe problemet komunikacion gjatë aksidentit. Sa Kosova është e mobilizuar me sinjalistikën rrugore? Sa janë në vendin e duhur, gjërat e duhura, sa është ka mangësi, ka vende kyçe ku nuk ka sinjalistikë dhe duhet të ketë. Ka shumë. Apo punohet këtë drejtim apo? Jo, unë tash du me tërgu zyrtarisht para 2-3 vjetëve ka dalë që 39% sinjalizimi mungojnë. Flas për rrugë autoudhë dhe rrugë nacional. E tash unë pjashtoj edhe dhe tjera, ku shenjat e komunikacionit horizontal dhe vertikale nuk janë të sinkronizuar në vete, ku shenjat vertikale janë të damtume, edhe se zakonisht natën nuk ta japin ndryqimin edhe informatën feedback për më ta kthy. Ti më e pa më së nesin. Unë në thamë pare se shoferi komunikon për me simboleve, për me shenjave. Pa. Edhe më talon informacionin se çfarë rrezik mundet me të prek ose ndalese, ose në informat. Pra, në qoftë se janë të korrezum, në qoftë se ju ka kalua fati i ngjyrës, se në ka marrë reflektuese etj. Dhe në qoftë se në këto ja bashkojmë këtu në atëherë del se 50 deri në 60% e shenjave të komunikacionit nuk e japin informacion, drejtuesi automjetit nuk pranon informacion. Edhe kjo të kallëzën se faktori rrugë që na quajmë është nuk ka ma 8-10% sigur se e kemi në standardet evropiane edhe Gjermania se i ka për shembull që e ka një nivel të sinjalizimit ose edhe për jashtë, prapë të aksidentit ndodhen për shkak të faktorit rrugë 8-10%. Derisa ato natër kjo përqindje shkon deri në 30%. Edhe jam ekspert gjësor, pastaj edhe shoh se cilat janë elemente. Tu elementi faktori automjet, për fatin tonë të keqe në ta sheshohmi cilat janë masat preventive, kontrolla teknike të automjeteve, pastaj a kryhet kontrolla periodike të automjetet që janë zyrtare, pastaj edhe të automjetet që janë në shërbim të podis tret, a kryhet kontrolla periodike, këtë statistik nuk e kam, po mirë është më dalë, edhe të policia, edhe të qeveri, edhe të krejt, është mirë me dalë për opinion, edhe pastaj edhe mirë mbaqja automjetë. Unë du më ju të regu tash në vitin 2003, unë i kom blek erët Ministri Transportit. Ministri. Në të kohë dhe i kam pavarësu njësit e paten shoferit për mu testu me kjerët treja. Nuk ka ma bukur, ma mirë, se sa një kandidat përvojën me bon një kjerë tri. Ska ma mirë. Edhe unë sot i shofa të kjerët që ka kalu 22 vjetë, unë i shonë qërkullim me persona zyrtarë. 22 viteve, ato kjera kanë dasht, kur i kanë bërë 12 vjetë, ato e në shpenzu 80%. Edhe mas 12 vjetë më dojnë në kanë publik mushit. Jo mu përdor për zyrtarë. Ato halojan zyrtarë që i grajnë. Halojan. Edhe kjo ty të kalëzën niveli i sigurisë personave që i drejtojnë ata automjete.
Niveli i sigurisë në tu. Psa duhet na mund na fshkatru kerre, e të herë me e nale mës me gra njerë zyrtar. Shqyqeni, zyrtari këtë hymë kerë, a i duhet me ditë se ka mu këthuj të shpia. Sigurisht. A i të kuptu, se se cili prej neshe mojmë kerën mirë, që e rujnë vetë vetën, a i nuk o të eruj, se të njëjtit automjet mujnë migra 10 vetë. Po pra. Edhe kjo ty të kalzën Nuk e din defektin kush ku e ka shkaktuar. Absolutikisht. Nuk mohat evidenca me kilometrazh, kur unë shkoj me marr kerrën e me shkru dikon që duhet i kam bo që kash kilometra, së edhe që kash. Në qoftë se a i bo servisin, a i herë marrë vlo. Po pra. Ati kerri, ajo. Edhe tash dikur unë i shaf në vërpështin, bandë s'kur traktori, rap, gjënoj zotit kush o t'i gra. Se non-stop, për shkakt fakturit, automjet është në rrezik për jetën e vetë. Do të edhe fakturi automjet me 3 deri në 5% sa është, të na është më e madh për shkak të mbikëqyrjes të automjeteve, edhe për shkak se të na dogona me akcize, me dogone, me krejt të faqet e zeza, shka futën aty mrena, nuk e lejojnë që unë e ti me pas një kerë të ri. Unë e kam bon kerën me tabelet të ulqinit, vetëm për shkak se kostoja e një kerë t'il, këtu ka kushtu 12.000 euro, unë atje kam unë me 5.500 euro. Do të se kam edhe leje njoftimit atje. Tash, kjo t'ju të kalëzën, në qoftë se unë ju kom shmangë, vetëm për shkak procedurar mirë mbajtje se doganimit, pse unë nëse e blen ti sot një kerë, e blen 5.000 euro, ti kimi bën edhe 5.000 dogan. Po. Po nuk e kje, në asë një shtetë është. Kur kem dosh në me ndryshu në 2002, nuk në kanë leju. Pse kerën e ri mos paguj dogan. Bjerë këtu e freskon sigurin rrugore. Sigurisht, freskin rrugore, ambientin pak më të pastër se sa kerët e vjetra është ekologjik. Unë ju tham. Sa po i kthehemi transportit publik? Sa qytetari po vëdësohet për këtë punë? Qysh linjat po qarkullojnë në rregull. Jo, unë do të tregoj, çish mundet më qarkullu transporti publik kur ti nuk e ke rregulluar biletën. Deri sa është vonë. Tash është bileta për çish mundesh ti me hyp në transport publik kur unë kam vi prej lagjes spital deri këtu më shpejt se transporti publik. Çish s'më më shfrytzuar. Nuk më. Pse unë vi kam prej 10 minuta, 40 minuta unë i kam bë. Po urban. Urban. Në qoftë se nuk e ke rregulluar transportin publik, ti se ke rregulluar infrastrukturën e komunikacionit komplet qytetit. E tash për me rregullu këta, ti duhesh me bën shëritat ekskluzivisht veç për transportin publik, mjetet e emergjente, mjetet taksi, do të thotë për shërbimeve tajake, taksit, vërtet për palën e tretë, edhe automjetet nën përcjellje. Do të thotë për çata. Edhe sa minuta i ban prej pikës A deri në pikën B, gjatë tërë ditës duhet me bot njëjtën trajektore me të njëjtën kohë. Jo ku ta ke morën kulmorën mëngjes, edhe në bromje, ti mi ba, vend se mi ban 25 minuta, i ban 40 minuta, 50 minuta. Sot, njeriu, këshirë që mrena një intervali ku hërë me kry sa më shumë punë. Ashtu. Sa më shumë punë. Ashtu, jeta dinamike. Jeta dinamike. Do të thënë i na fut marrë në jetën e kompjuterit, teknologjisë informative, nëse na të hetu. Dikon është autobusi pa shofer. Ku jem më na? E frikshme kjo. Çfarë mos është e frikshme ku jem na? Bileta në Turqi kam shku në vizitë studimore me studenta, jo se kem quna, po në shoqat turke në ka qu, interesante shumë. Edhe një profesor Beni Kizolli na dërgoi, aplikoj, na dhanë shkum, 5 lloje transportit me një bilet. Tramvaj, metro, autobus, trollebusi është si shfrytëzon energjinë elektrike, edhe transportin ujor. Me një bilet, 4 herë zyse kem nxjerr mëngjes, kam dashur me studenta mi verifiku të gjitha llojet e transportit, edhe na me 4 herë zyse kem allakot gjithë ditën e lume 5 lloje të transportit. Na kem veç transportin me autobusa gjënohet, edhe shtash na ka bën kryetari 80 cent mrena ditës. Që 25 vjet na i kem pagu
ka 2-3 bileta për më shku deri te stacioni i autobusa, unë prej lagjes së spitalit. Pse s'kem pas autobus deri atje. Po. Edhe ti ku ta shohësh ti në çfarë niveli je me një qytet me 400.000 banor, 500.000 banor, që na quajmë si qytet eksperimental, Prishtinën, eksperimental, me varianta me vite deri kur mundet më bëni qëndrueshëm, ti je shef atë sa për masje. Edhe çfarë shërbimi je ti bë? Tash në qoftë se eshe qysh është transporti jon, qysh për mundesh mu livdu ti ta kam bë 80 cent edhe se të mundet më shëtit ton kur në Stamboll me 16 milion banor, ai thotë që 4 herë gjysë e ki edhe gjithë ditën gjitha llojet e transportit. Gjithë Edhe ku ditën. të duash. Gjithë ditën që unë jem shëtit me studenta. Gjitha llojet i kam hallakat. E tash, nëse she, o gjuna, jemi të varfën në aspektin shkencor. Shumë jem të varfën. Jem të varfën. Kryetari i Prishtinës nuk e ka ekipin profesional jashtë komunës. Unë du mi kalzu. E dina i fort mirë. Bandisi 25 vjet ka qenë kryetari i Zagrebit. Për me zhvillu projektet e sigurisë, i ka pas ekipet jashtë, me arkitekta, me ndërtimtar, me inxhinierët komunikacionit që ka kërku ndihmë prej tyne me projektet. Njëri prej projekteve që ka qenë revolucion në Zagreb, ka qenë vendosja e shtegut të biciklistave në krejt territorin e Zagrebit. Zagrebi ka 1.200.000 banor, mos e më shumë tash. Edhe shtegon për lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar. Edhe ata kanë bërë kolegët e mi. Edhe ku ta shohësh ti me një Prishtinë, me një këtë infrastrukturë rrugore të varfër që e kem, nuk e ka kë të paktën një ekip për me bë. Po, UBT-ja ka me këta komunë e ka po një marrëveshje për minimum. Unë me studentat mi kur e bëm qarkorën, kështu një mirë, qarkorën kur e bëm, i mora dhe bëm studimin para prak, me qenë se nuk kesh numërimet të automjeteve, nuk kesh, atër në aplikoj metodën e ulëmtimit pikave të konfliktit. Edhe me studentat mi i bëm ulëmtimin e pikave të konfliktit me gjendjen aktuale. Edhe dalë 149 pika konflikti. E në shumë tash e bëm studimin tjetër me 4 shërita një kohje për më shku, edhe neve në del që prej 149 pika të konfliktit dalin veç 39. Edhe unë ja dërzaj projektin kryetarit viti parë ka qenë i tina. Edhe i tham, ka arsyeshmëri teknike. Na çfarë i thojmë? Pse e kreve studimin e fizibilitetit. Edhe Prishtina ka mujt me rregullu. Ajo gjysmë rreth nuk është qarkore, gjysmë qarkore, se qarkoria ka tjetër kuptim. Edhe në qoftë se ti e kishe bërë zonën e parë për kufizimin e qarkore, edhe zonën e dytë, edhe më në zonës parë, zonës dytë i kishe rregullu me metodën e hulumtimit të rrugëve, që na i kem diagonale, pastaj radiale, tangenciale edhe të kombinume, varësisht prej pozicioneve të rrugës, edhe zonën e dytë e lidh me rrugë nacionale, edhe autoudhë. Ti e shpraze komplet qytetin, edhe nuk mundet më as në kërë se ka më shku në PDJ, ose ka më shku për Dugazjen, mora në për qendër. Jo ka me hi e nënsh, ka me hi në autobus, që ka më të lidh me nënshin poshtë, edhe e ke zgjidh problemin. Rruga A është arterja, ju këmë thonë, që 15 vjet është bërë projekti, stash në ekzekutim e sipër, duke do mi bërë dhe kjo 5 vjet, së kur rruga më harën feza, edhe me kry, shkën në rrugë më në harën feza, ku tonë me nëzjes edhe në bromit, është e blokume. Është e blokume për shkak se ajo rrugë do të më bën një kahore. E janë pjek kushtet, a bën ndërtimi. Rregullimi i rrugës sa do t'i vinte në lëvizje gjithë ka Gjitha. Zot Rinald, do të kishim aq shumë gjëra për të folur këtu sa do ta bënim një seminar. Unë do doja që komunikimi siç që këtu është shumë i mirë qenë, vazhdoj tjetë edhe gjithë ata që mund të na dëgjojnë nga njerë dhe në rrugë. Pa që sa ma pak punë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, edhe unë kam qef.